28 mars, ngriu në vendet tuaj, Trump ka pasur një javë të keqe. I ka rënë akuzat ndaj guvernatorit Federal Reserve-it. Duket se ka humbur garën për senat brenda të shtetit të Floridës në Mar-a-Lago, ka fituar një demokratë. Demokratët nuk po I hapin rrugë. Ka shtyrë dhe 10 ditë tjera sulmet frontale ndaj infrastrukturës naftës, por duket se po shkojnë rreth 20.000 trupa. Janë 7 ishuj në Hormuz. Mendohet që të shkojnë 15.000 trupa, marinsa, parashutistë, por të jetë betejë e përgjakshme. Janë ishuj që kontrollohen nga Irani, një ishuj është I diskutueshëm me Emiratet e Bashkuara apo Irani e ka marrë me dhunë, por ajo që u tha dje, pra një nga problemet që inteligjenca amerikane pranon që janë shkatruar 1/3 e raketave, janë shkatruar 1/3 e dronëve, por janë dëmtuar dhe 1/3 tjetër, pra rreth 2/3 nuk funksionojnë. Sidoqoftë, Trump nuk tërhiqet, por media e majt e portretizon si njëri me probleme mendore, me dementia, narcisist. Për të herë të parë një president detyrë do të firmos tek billi $100, kartë monedhe $100, zakonisht e bën sekretari thesarit. Trump kërkon që emri I tij të shfaqet gjithkund, madje dje gjoja me shaka në vend të thoshte ngushtica Hormuz, ngushtica Trump. Këtu ka provën e jetës. Ndërkohë ka hyrë në lojë J.D. Vance, I cili thuhet sipas medias majt amerikane ka pasur disa telefonata ku ka pasur ngritje të zërit ndaj Netanyahu, duke I thënë që ti mashtrove presidentin, duke e futur në këtë luftë, duke thënë se është shumë e lehtë për përmbysje të regjimit. Dhe Izraeli po e sulmon J.D. Vance. Iranianët pranojnë që të ulen tërvesë vetëm me J.D. Vance, jo me dy ignorantët Kushner dhe Witkoff. Por Trump, edhe ata të dy do t'i ketë tek delegacionin nëse arrihet që të kemi negociata. Kanë hequr nga lista e vrasjes kryetarin e parlamentit dhe ministrin e jashtëm, vrasjet I bën çifut. Javën e kaluar harruam 2 data. 25 mars është ditëlindja e Mitat Frashërit, babait kombit, eshtrat e të cilët I morën në mënyrë dhe të nxare këtu në New York, por as butkas, as shenja nuk e përkujtuan siç bëjnë çdo vit. As ditën e lindjes, as ditën e vdekjes. Madje deri vonë, varri I tij ka qenë I dëmtuar, I thyer dhe mbasi unë disa herë kam bërë thirrje, Artan Shkreli, ndërhyri, e ka rregulluar në një farë mënyre, por jo ashtu siç takon se varri është mbuluar me zhavor. 26 mars I ka qenë dita e heronjve të Kavajës. I kërkoj ndjes që harrova, por kur kam qenë në Shqipëri, gjithmonë kur ka qenë java kam pasur djem të heronjtë e Kavajës, ku filloi goditja dhe grushti I parë ndaj diktaturës. Buda u vra, u arrestuan, u torturuan, ka qenë Agron Tafa, në Durrës, kryetarin e Kavajës e detyruan të hecte në këmbë mbi veprat e Enver Hoxhës, pra respekt, nderim, pikërisht ndaj heronjve të Kavajës. Historia nuk duhet harruar. Gjithashtu respekt për Mitat Frashërin, I cili, duke kuptuar që Shqipëria po hynte në luftë civile, ju ka urdhra forcave që të ballet që ishin shumë më të organizuara të tërhiqeshin, mos hynin në luftë me shqiptarët. Gjithashtu ai nuk pranoi të përdorej nga anglezët, të cilët nuk I premtuan asgjë për Kosovën. Dhe ndaj gjermanëve ata ndëgjën pauzë. Prallat e bashkëpunimit nuk ekziston një dokument, por janë prova të patjetërsueshme lufta që balli kombit ka bërë kundër pushtuesve italianë.
do të kem një segment. Diu dhash gjithashtu me video disa qaste nga festimi në Shtëpinë e Bardhë të ditës së pavarësisë Greqisë. Lopët e fuqishme këtë bëjnë. Çdo vit në Shtëpinë e Bardhë festohet pavarësia e Greqisë, në krah është kreu kishës ortodoke greke, miliarder, aktivist dhe ambasadori ose ambasadori amerikan në Athinë. Këtë radhë ishte Kimberley, ishe fejuar djalit, ajo që në Tiranë vajti të thoj se gjysmë lakuriq, duke vjedhur minerat e kobaltit për një grek, por është dhe një oligark shqiptar i Ramës aty. Gjithashtu vazhdon shitja e Ramës tokëve pafund, ndërkohë që Rama po masakrohet nga Franca. Nuk është gjë e re për miliardat e dollarëve të parave të pistat pastruar port në Durrësit, ka qenë një hetim i gjatë, ku Don Bongino, përpara se të ishte numri 2 i FBI-t, kishe u lumtuar për lidhje dhe Sinaloës port në Durrësit. Dje është arrestuar një nga ish zyrtarit e FBI, i cili kishte punuar 15 vjet në FBI, ka qenë personi që ka nxjerrë në mënyrë të palishme sekretet ndaj Buba. Ndaj presidentit Rama është arrestuar në aeroport, do të kemë shumë javën tjetër, sepse ka lidhje edhe me hetimet që vazhdojnë me Ganigal, ku groposet Rama, personi 1, personi 2. Familjarët e Ramës ndalohen, siç ishte rasti i lindjes Surrelit në New York. Rrethimi është si nga agjencitë e huaja, por dhe nga SPAK. SPAK duhet veprojë. AB Bank, $100 milion transferta. Sponsorizimin Manhattan politik, $100 milion. Sinaloa, mjaftojnë. Dhe Rama e di, familjarët e tij nuk kanë imunitet. Rama mund të pezullohet. Edhe njerë nga fokusi për Mithat Frashin e madh. Ju falenderoj. Eshtrat e Mithat Frashit përfundimisht janë në Tiranë. Mithat Frashi është një nga figurat më të ndritura të nacionalizmit shqiptar. I bryri i Abdil Frashit, nipi i Naimit dhe Samiut, ka qenë diplomat, ka qenë kryetari i Kongresit të Manastirit dhe në fund, si figurë politike, kryetari i Balltit Kombëtar, një figurë e madhe. Është hedhur shumë bajt. Me një grup shqiptarësh, çdo vit kemi shkuar tek varri i tij në periferinë upstate New York, 8 vet deri në 10 vet. Dhe më vjen mirë që nga ky ekran kam qenë unë i parë që i kam bërë një kërkesë formale për ministrin Rama, edhe privatisht, ktheja eshtrat në Tiranë, birit të Abdil Frashit, kryetarit të Ballit Kombëtar. Është hedhur shumë bajt, është folur për bashkëpunimin me pushtuesit gjerman dhe me pat drejti është të kolaboracionist. Ai nuk ka qenë as antar i regjencës, as antar qeverie. Po, ishte kryetari i Ballit. Balli luftoi me armë kundra fashistëve italian, dhe kjo është dokumentuar, ndërsa kalimin e ushtrive gjermane e pasi një fazë kalimtare, aq më tepër që gjermanët i dhanë Shqipërisë një sovranitet të kufizuar, duke respektuar një qeveri, duke të lënë flamurin tënd, duke të lënë qeverinë tënde, dhe Balli, në qoftë se mund të themi bëri këtë mëkat që shkoi me gjermanët, ishte fakti donin bashkimin me Kosovën, e dinin shumë mirë që Partia Komuniste ishte vegël e Jugosllavëve, e bolshevikëve, dhe Mithat Frashi e parashikoi se çfarë do të sillte komunizmi në Shqipëri. Në javën e fundit të nëndorit, ai kaloi në Itali me një anije, është dorëzuar tek aleatët në Bari, dhe në kohën kur qeveria amerikane po përgatitej të njëjtë qeverinë e Hoxhës, Mithat Frashi me Salim Eftin e legalitetit i ka dërguar një letër sekretarit amerikan të shtetit, letër të cilën unë e kam gjetur në departamentin amerikan, në arkiva, ku thuhej që
nuk ka qenë vetëm Partia Komuniste Shqiptare që ka bërë rezistencë antifashiste kundër pushtuesve. Kanë qenë edhe forcat të tjera politike. Mithat Frashi thotë që nuk do të ishte mirë që të njihni një qeveri vetëm nga një parti, duhet të jepni shansin edhe partive të tjera për të marrë pjesë në zgjedhje në qoftë se doni të keni një qeveri demokratike. Anglezët nuk duan të njohin Hoxhës, ndërsa amerikanët, duke besuar se do të ketë zgjedhje të lira, mbase duke besuar dhe Jajtës, do të hapnin njohjen ndaj komunistit Hoxha, por nuk e ftojnë në San Francisco në konferencën e paqes, dhe qëndrimi i ftohtë i anglezëve bën që dhe amerikanët jenë të dyshimit. Krijohet Komiteti Shqipëria e Lirë në Itali dhe ftohen në Amerikë. Komiteti do ketë 5 veta drejtues dhe 10 veta si konsulent në një komitet ekzekutiv konsulent. Kryetar është Mithat Frashi. Si do të vinte në Amerikë, sepse do të merrte një vizë, duke qenë se gjendej në kampin e Barit dhe mund të kishte edhe sulme se mund të konsiderohej si kolaboracionist, kam gjetur në arkiv ku Departamenti i Shtetit ju tha që Frashi nuk do të kalojë në procedurën e vizave, por do të marrë një leje kalimi për interesin kombëtar. Vendoset në New York. Bëhet takimin në Washington. Frashi ishte një nga 5 drejtuesit të Komitetit Shqipëria e Lirë, i ka takuar zëvendës drejtori i Evropës Juglindore, ju ka thënë që do të mbështesin financiarisht, do të jeni në New York, por nuk do t'i njohim si qeveri në mërgim. Frashi ju ka premtuar se do t'ju ftojnë për kauzën e demokracisë si një vend aleat i Amerikanëve. Pra, Frashi nuk është kolaboracionist, e presin Amerikanët. Kthehet në New York dhe gjendet befas i vdekur në dhomën e hotelit, thuhet se 3 ditë më parë ka pasur një takim me Filbin, mund të jetë elmuar nga KGB-ja, sepse sigurimi i shtetit nuk kishte aq forcë në vend të tij do të vijej Hasan Dosti. Kam gjetur edhe një letër tjetër në arkiv ku Frashi i kërkon amerikanëve që 50 vetë që janë në Bari t'ju jepë viza për në Amerikë, por fillimisht u refuzua, sidomos për Hasan Dostin, të cilin thuaj nuk është njëri me vlera për ta marrë, për më vonë ai do të shkojnë dhe do të ishte kryetari i Komitetit Shqipëria e Lirë. Duhet vlerësuar ama për këtë veprim. Natyrisht, unë vlerësoj të gjithë ata që vajtën dhe treguan respekt ndaj kësaj figure kombëtare, por i një moment që gjërat duhen shkruar dhe duhen thënë si janë. Mjaft me Waltën, bashkëpunëtori pushtuesve gjerman, sepse nga arkivet kam gjetur që ishin komunistët e Hoxhës që bashkëpunuan me gjermanët në Berat, ku u nda qyteti gjermanët dhe partizanët bashkë për një farë kohe. Hoxha ka pasur edhe marrëveshje me gjermanët për mos sulmimin e njëri tjetrit, natyrisht që Gjermani ishte pushtues, por në Shqipëri u sot ndryshe. E thashtë në fillim, sovraniteti kufizuar, kemi Noer Barin këtë mik, shkolle me Qazimulletin, i cili ndaj shqiptarëve tregoi një qasje tërësisht tjetër. Por është mirë që Mithat Frashi t'i njihet vepra, t'i njihet çfarë ka shkruar, qëndrimi i tij nacionalist. Dhe në Departamentin Amerikan të Shtetit ai ka thënë që duhet të jeni të ashpër ndaj Greqisë. Greqia po kërkon vorëpyr. Nuk mund t'ju bëjmë thirrje, thot Frashi, amerikanëve, njerëzve tanë të vinë të luftojnë. Në këthojnë se si diversantë në Shqipëri, kur ju nuk keni të fortë për vorëpyrin. Natyrisht e kishte ngen, e ishte i biri Abdel Frashit, ai që solli mbi 20.000 libra i mori nga Stambolli, por unë kam lexuar testamentin e tij, si e mendon ai, varën e vet, të ngrihej një institut albanologjik dhe e përshkruan hyrjet e tij me një qiparist të madh, të ishte dhe varri ku të fry era. Përmegjithatë, ai gjendet pranë Frashëve dhe nuk do të ishte as pak qytetare që dikush fanatik të dhënonte varin në një figure kombëtare.
Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.